Sulmi kibernetik ndaj kuvendit të Shqipërisë nuk është bën nga Irani, por kemi shumë dyshime se mund të jetë bën nga vetë AKSH-ia. Nuk e dim 100%, kupto sigurisht se nuk është bërë gjyqi akoma, nuk kemi nga ta dim me 100%, kupto, po ka dyshime media. Ç'a ju thash më zemra? Mani mend ç'a ju thash për një javë? Po edhe sa për ju që mendoni me vërtet se u hakum nga Irani sot. Bravo çunat dhe gocat AKSH-s, ju lutem vazhdoni kështu si keni nis na hidhni edhe qeverinë tokë nëse mundeni. Sa për ju që e ngjoni kët, mos ndaloni vetëm këtu. Menoni o zemra, nëse mund ta bëj Shqipëria këtë lajmin falso që gjasme na ra Irani. Imagjinoni çik ç'ashtu bë Amerika dhe Izraeli. Se ngjoni këto lajme kështu Irani i ra Arabi Saudite, Irani i ra Turqisë, Irani deshëm i ra NATO, se kuptoj gjëra të tilla. Irani po i bë gjithë këto gjëra, imagjino se do jetë populli i Iranit. Ne po i bëjmë gjithë këto gjëra? Mendoni më vërtet se po e bën Shqipëria këtë gjë dhe nuk po e bën dhe Amerika ndërkohë ose Izraeli, gjëra të tilla. A mendoni më vërtet këtë gjë zemra? E kanë zakon me ju dhënë një armik me mendu se është dikush armik, e kupton? Nuk ta merr mendje si duhet ta mendoj botën ose si ç'a mendimi ka për ju, edhe për mua, e kupton? Ai që është sipër atje lart fare, e kupton që vendos gurtë shat aty ku do vet. Kur thot ky këtë, ti do thosh këtë si kundërpërgjigje. Pastaj ky do bëj këtë, pastaj ti do bësh këtë. E gjithë ngjojnë. Po shef, po pastaj, ç'a vjen pastaj? Ja kupton, edhe ta nxjerr këtë në televizor, edhe pastaj ti e beson këtë gjë. Imagjino ç'a mendimi ka për ne ajo zemra. Ai që shkruaj planet, e kupton gjëra të tilla. E kanë zakon me ju dhënë një armik. Nuk mund, nëse nuk keni armik, i bi që keni armik shtetin, e kupton? Nuk mund ta lejmë popullin thjesht bëhen gjithë bashkë na hedhin qeverinë amerikane nga që janë pedofila, siç sapo doli me dokumenta. Nuk mund ta lejojmë këtë gjë. Hajde të themi që kemi një armik të përbashkët. Ti dhe pedofilat keni një armik të përbashkët, që quhet Irani. Që është një popull që me siguri mas një viti do vdesin kot, se i goditën me shi acid. A kupton? Ato se kanë iden në botë ç'ashtu bë. Ky është armiku. Pra më pak fjalë, gjithë bota po futet pa dëshirën e vet në një luftë kot, që nisi kot për qëllime kot, edhe do vazhdoj kot, edhe do vdesin shumë veta kot. Tash i lind pyetja e bukur, me finalja, domethënë më e bukur. Nëse kjo gjë po na ndos sot e kësaj dite, që jemi 8 miliard banor, mund të themi më shumë se ç'kemi qenë ndonjëherë. Plus që kemi të gjithë telefon dhe internet, domethënë burimi i informacionit shpërndahet me sekonda. Jemi të gjithë me burimi i informacionit në sekond në dorë. Edhe mund të na bëjnë këtë gjë. Edhe ne si themi asnjë gjë, thjesht e lejmë veten me u fut në luftë, sa ashtu tha ai tipi që vendos gurë të shau, e kupton? Sot e kësaj dite nuk i dalim dot kundër, më shumë se kurrë, edhe më të informuar se kurrë. Ç'a mendoni se kanë ndodhur luftrat e më përparshme? Mendoni se kanë qenë më vërtet luftra, siç ju e përshkruajnë, e kupton? Është film. Gjithë historia që ju kanë treguar dhe ju kanë mësuar me zor në shkollë është film. Është film që e ka shkruajtur skenarin ai tipi që vendos gurë të shaut. Se ka marrë vesh në herë i parë dytin, thjesht din urdhrat e generalit. Shko aty se i kemi armiq dhe vriti këto që janë me uniformë jeshile. Edhe aty i kanë thënë vrisni këto të tjerët. Hajde. Historia shkruhet siç e ka dashur Trapi, atij që ka fituar luftën. Edhe një 200 vitet e fundit minimalja ose me të njëjtit grup njerëz që kanë fituar të gjitha luftrat. Qofse nuk më besoni mua, e kupton, qofse s'besoni Lalin tuaj, mund besoni këtë postimin që është nga një person që e ka mbiemrin Rothschild, sapo ju a thot dhe këtë njëjtën gjë, e kupton? Gjykojeni vetë, zemra. Hajt shihna.